Karllati, i cili na lajmërohet direkt nga Kroacia. Përshëndetje Visnik. Përshëndetje edhe për ty, edhe për gjithë shikuesit e televizionit Lugazini. Ambienti po duket shumë i freskët, shumë relaksues, ndërkohë po vrejmë që je me e veshjen e punës, e uniformën e punës. Na trego si ke filluar që të merresh me kuzhinë, duke pas parasysh që je vite të tëra në këtë profesion? Po, kushtrim, unë kam filluar që në mosh të re, 17 vjeçar të mirë me kuzhinier, gjithmonë ka qenë një ëndër e imja që të bëhem një kuzhinier, si fëmijë më ka përcjellur kjo dëshirë dhe tashmë jam mbi 20 vite si kuzhinier. Për momentin gjinem këtu në restorantin ku punoj në Dubrovnik, në qytetin e bukur të Dubrovnikut, i cili menaxhohet nga një familje shqiptare, dhe me prejarme nga Gjahova, familja Golaj. E kemi hapur që 2 muaj tashmë këtë restorant, është një ambient shumë i bukur, relaksues, i rrethuar me pemë të Ullirit, është afër plazhës në fshatin e quajtur Srebreno, i cili ndodhet rreth 15 kilometra nga qyteti i Dubrovnikut, dhe po mendoj që bëjmë një punë shumë të mirë, pasi që kritikat dhe mështërinjve dhe klientëve te tash kanë qenë shumë të mira, që na motivojnë dhe na japin më tepër angazhim që të përgatisim edhe më shumë pjata të bukura, magjike dhe plot pasion. Shqiptar, sa jemi të gatshëm që të eksperimentojmë me ushqimet, me kuzhinën, apo jemi më të kufizuar? Po vetë fundit vret një dëshirë e madhe e kuzhinierëve të rinj që të eksperimentojnë dhe të gjejnë shije të ndryshme, forma të ndryshme, pjata të krijojnë pjatat magjike nga përbërës të thjeshtë, pasi që me hapjen e liberalizimit kuptohet kufijve shumë të rinj dhe të reja kanë pasur mundësi që të provojnë dhe të punojnë në restorante të ndryshme evropiane, dhe për çka kanë thithur diturinë e nevojshme për të rritur profesionalisht, themi, në përvojat në jetën e tyre, dhe ato njohuri përvojat që i kanë mësuar në gjatë eksperiencave të tyre, mendoj që do t'ju shërbejnë në të ardhmen që të bëhen edhe më të mirë profesionalisht, do ta përfaqësojnë Kosovën, Shqipërinë në formën më të mirë të mundshme në restorante të ndryshme. Po çka dalloj në shija, themi, shqiptare ose kuzhina shqiptare me kuzhinën e faktikisht e Kroacisë, atje ku për momentin je duke punuar? Po pak a shumë kuzhina shqiptare dhe kroate janë të përafërta, janë kuzhina mesdhetare, domethënë kuzhina shqiptare është e pasur e ngrohtë, me shumë ngjyra dhe erza, është me njëjtë përdorim vaj ulliri, perime, domethënë sezonale, barishte të freskëta, kurse në Kroati për dallim nga ne, këta kanë detin, domethënë të fokusohen më shumë tek ushqimi i detit, si peshqit, karkalecët, kallamari, midhjet, pasi që ne nuk i kemi do të detin, këto produkte vijnë vetëm me porosi, por kjo është një pak a shumë, nuk mendoj që ka ndonjë dallim të madh me kuzhinën shqiptare, por shumë lehtë ka qenë edhe për ne edhe për çdo kuzhinier tjetër shqiptar që ka qenë këtu para ne, që të ambientohet me kuzhinën kroate. Po, e dim se në Kroaci faktikisht ka shumë shqiptar të cilët jetojnë atje, po sa keni arritur që kuzhinën ose ushqimet shqiptare ti bëni pjesë e lokaleve në Kroaci? Po, ne pak a shumë jemi munduar që të prezantojmë diçka nga menuja jonë, do të thotë nga kuzhina shqiptare, por siç thash, këto nuk kanë ndonjë dallim të madh. Këtu për momentin në këtë restorant ku punoj, një gjë që është duke ju pëlqyer, një desert, të them baklava, është shumë e popularizuar dhe është shumë e kërkuar nga klientët tanë, ju bën përshtypje.
Gjithashtu mendoj që do të thotë shumë pjata si paracellat të ndryshme, si mishi i thymosur, do të thotë prosciutto, e këto djatha të ndryshme që pak a shumë afrohen edhe në djathat që ne i përdorim në Kosovë janë shumë të pëlqyera nga klientët, sepse si thash edhe më herë, vaji i ullit është ai që bën dallimin, do të thotë është shumë do të thotë marrim nga dora e parë dhe sidomos edhe perimet e sezonale që janë këtu që na vijnë nga dora e parë nga njerëzit që e kultivojnë këtu. Fisnik, ne treguam që aktualisht je duke punuar në Kroaci, por në anën tjetër të rrutimin tënd për kuzhinieri ke filluar në Kosovë, në Gjakov, pastaj ke punuar edhe në disa vende të tjera të Europës, ke punuar edhe në Norvegji. A mendon që të kthehesh prapë që të punosh në Kosovë? Për dallim, unë përveç Kroacisë kam pasur rastin të punoj edhe në Finland, jo në Norvegji. Po aty kam punuar për rreth 4 vite në Finland, në qytete të ndryshme, ku kam thithur përvoja të mira nga kuzhinierë të ndryshëm atje në Finland dhe kam pasur rastin, më ka shërbyer që të rritem profesionalisht dhe kam pasur në një ambient shumë të mirë nga kolegët finlandez. Më kanë përkrahur, më kanë ofruar çdo ndihmë aty në çdo 4 qytete, domethënë të ndryshme ku kam punuar, në hotele, restorante të ndryshme në Finland atje dhe e kam sfiduar veten në një farë për atë dhe kam lëvizur nga një qytet në tjetrin në Finland vetëm që ta sfidoj veten dhe ta shoh veten ku jam profesionalisht. Kam pasur sukses, kam marrë kritika të mia dhe në punonësit aty ku kam punuar dhe vendosa që të vi ta provoj edhe sfidën në Kroaci, në qytetin e Dubrovnikut dhe prap shpresoj edhe planifikoj që në sezonin e dimit, pasi që këtu në Dubrovnik është qetë, gjatë dimit të shkoj në Finland, ku kam oferta të ndryshme në shtetin e Finlandës dhe të vazhdoj atje kështu pak në Finland, pak në Kroaci. Po, si duket në planifikimet tua, njëherë për njëherë janë ende këto lëvizjet sa një shtet në shtetin tjetër. Fisnik, faleminderit shumë që na u bashkove në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit edhe për ju, ishte kënaqësi. Ishim në lidhje të drejtë për drejtë nga Kroacia me kuzhinierin Fisnik Arllati, i cili na tregoi që ka filluar punën e tij si